Dhash zotëri dhe do ta merrni edhe ju. Faleminderit. Faleminderit shumë. Unë jam Hilkola, ish kryetari i komunës Qafmali. Kam qenë pjesë edhe e reformës 2014-s me organizatat si me Kooperacionin Zviceran dhe Amati Suedez dhe na është thënë fillimisht se do bëhet një reformë për arsye ekonomike. Fillimisht do bashkohen disa komuna që janë me traditë, me histori, me territor afër dhe që nuk bëjnë asnjë lloj ndryshimi demografik apo më gjerë. Më vonë, mas që kemi bërë gjithë studimin me gjithë përpjekjet tona për t'i bindë edhe komisionin dhe qeverinë si një reformë e thellë do të shkatërrojë paktën pjesët e zonave rurale, na është thënë që janë bën shumë kryetarë komunash dhe na kanë lodhur të kryetarët e komunave faktikisht qeveria shqiptare dështoi me këtë reformë sepse ajo po të njëjtët kryetarë komunash paguën sot. 384 administratorë në Republikën Shqipërisë që paguhen më shtrejt edhe me rrogë më të lartë se ish kryetarët e komunave. Dhe tani na vjen një moment tjetër që na thotë na e kërkon Evropa. Unë me zotin Masniku do ta kundërshtoj për diçka që tha që lëvizja demografike është botha sepse lëvizin nga zonat rurale në qytet. Po të lëvizin nga zonat rurale në qytet do të thotë se në qytet janë ulçmimet e shtëpive. Faktikisht këtu ka shku 2000 euro në metër katror dhe kanë lëviz nga zonat rurale, kanë ikë jashtë shteti. Është popullu Shqipëria këtë që ka bërë reformë territoriale nuk e ka bërë as serbi. Unë sa për dini do të flas vetëm për bashkinë fusharës. Është 100 kilometra vjerore. Imagjinoni ju që në 100 kilometra vjerore që shkojmë ne të japim shërbim në 100 kilometra larg. Në Borë, në Shi, në territor shumë të vështirë, nuk bëhet fjalë për 100 kilometra autostradë. Bëhet fjalë për territor që janë shpopulluar dhe për krahinat tona që i kanë bashku mekanikisht pas një lloj lidhje. Thjesht mendoni se disa deputet janë mbledh aty, kanë ngrit dorën dhe shumë mirë tha zoti Boçi që tha në jug janë ato bashkitë, i dim se ne dim hartën, i dim dhe hartën e bashkive. I kemi pa, mu nuk vjen turp se ka ndodhe e njuk. Turp do t'i vjen qeverisë që ka bërë lloj reforme. Turp t'ju vjen deputetëve të qarkut Shkodër që kanë ngrit dorën për atë reformë. Atyre bravo qoftë që i kanë bërë bashkitë ashtu, sepse kanë mbrojt veten. Ne po kërkojmë që bashkitë në veri t'i çojmë mbas traditës, mbas të mundësisë për të kryer shërbime sepse kjo reformë ka dështu ekonomikisht, ka dështu administrativisht, por ka dështu edhe nga ana njerëzore. A ju vjen zor deputetëve që të ngrenë dorën që po e them se s'du më përmend emra këtu. Që Zallherri është me Tiranën dhe Babruja është me Kamzën. Dakord, është e turpshme dhe që të bëni këtë lloj reformash sepse pushteti vendor nuk është thjesht çështje mekanike që të bëjmë harta dhe viza elektorale. Ka votim që gjithë pushteti vendor do të ishte pyet, jo vetëm thjesht deputetët. Nuk mundën deputetët që duke thënë ne po zbatojmë rregullat dhe drejtat njerëzore, kartën e pushtetit vendor. Ju po e shkelni me dy këmbë. Nuk mundeni që të bëni një reformë tillë dhe të shkatroni zonat tona. Përkundrazi, në veri duhet shtohen zonat dhe bashkitë rurale. Është emergjente dhe urgjente. Nuk mund të jetë shpopullimi dozë as për vota, as për pushtet, as për interesat askujt. Faleminderit shumë. Faleminderit. Po. Shkojmë lart, preka atje dhe zotëria ju lutem prek dhe zotëria që u ngrit në këmbë. Pa. Dhe me këto dy ndërhyrje përmbyllim sesionin e parë dhe do kthehemi në sesionin e dytë me ndonjë zojmë patjetër. Mirëmbrëma, përshëndetje. Përshëndetje bashkëkryetar, përshëndetje deputet, përshëndetje të gjithë pjesëmarrës. Këtu është momenti me bisedue jo me emocione, urtë e butë, me shfaq ato aftësitë që folësi ka në lidhje me ndarjen territoriale në Republikën e Shqipërisë. Unë jam Prek Doçaj, ish kryetar komunën Shalë. Shala është parametri i një bashkie në Republikën e Shqipërisë. Fal territorit, fal mallësisë, fal resurseve e shumë të tjera. Unë në vitin 2000 isha në një kurs trajnimit
në Poloni që paga shumë, Polonia, ne kena marrë modelin polak. I përshnes dy bashkëkryetarët me vërejtjet, me sugjerimet, me kundërshtit politike janë normale, se kundërshti ka dhe në familje, jo në një shtet, përmërësisht se jena shumë shtet i vogël. Për ata që kanë lëviz dhe tin, ka bashki me 8 milion banor, ka bashki në Zvicër edhe me 500 banor, po financojnë vetë vetën, ata nuk janë në gjendjen tonë ekonomike. Unë di që Shqipnia po bën hapa për para, e mbështes ndarjen territoriale të vitit 2014. Dhe kom kanë pjesëtar dhe aksesor sa ko mujt që të ketë një ndarje me bashkit fuqishme që të shërbejnë komunitetit. Ndalen atë tek bashkia Shkodër. Nërse e zamë që Dugagjini kishte me të bashki, që unë jam Dugagjin zvetë dhe kom përner edhe Shanjan, nga Nica e Shalës, e kam shumë përner që jem për atje, por mundësit e rregullimit rrugës në momente që jena sot, do ishin ba mas 20 vjeç. U detyruam që të vite kryetari i bashkis me qeverinë shqiptare, me aftësitë e tyne që të bëjmë një rrugë që ata që nuk e kanë shkel të dalin në ditë. Aksi Kështaja Thaqit në Prekal është në gjendje të mirueshme, po do riparohet. Ajo firmë që ka punuar në territorin e komunës Shalës, firma Hysa, unë e përgëzoj namën popullit Dugagjinit për punën që ka bën dhe unë kam arrit me i thanë një pjesëtarit aty pse punoni kaq mirë. Se unë isha mësuar tuj, pa njerëz tuj punu keq. Tha ne do punoj mirë që kur të vinë me na marrë në dorëzim mos japim asnjë gjë. Projekti preventivi, situacioni, puna. Me mure majtëse, me tumbina, me kanalizime, rrugë dy kalimshme. Në njëri që mund t'jenë kanë lota në historinë e jetës ti, vetëm qojnë e të shohin atë rrugë, se nuk e imaginon se si është ban. Pra, në rast se ne ndohen atë copa e grima, i 120 bashki, i 180 bashki, unë jam që t'kenë minimumi 40 bashki në Republikën e Shqipnisë. Bashkit fuqishme, me financim fuqishëm, që ju lutem, kryetari i bashkisë së Krakovit në Poloni nuk kishte nevojë me pyet qeverinë polake fare, me ka veshin mrap shkote, aplikote në Bashkimin Evropian merrte fondet. Kështu tha zoti Mazniku, kështu manojmë në 2029 të bëjnë edhe bashkitë e Shqipnisë. Mos kenë nevojë për qeverinë fare. Ju falenderoj. Ju falenderoj, ju përshëndes. Faleminderit. Po, zotëria ju lutem. Alo, përshëndetje, jam Bardhok Ndreka nga Velipoja, ish kryetar komune i Partisë Socialiste në Velipoj. Po. Ju lutem, po. Po. Unë e njoh mirë Velipojnë, se kam punuar 2 periudha historike. Edhe në atë kohë, edhe në të kohë. Ai zotëria Mazniku tha që reformat kanë dhënë rezultat në 2014 në këtej. Unë qasë për Velipojnë gjithmonë. Jo vetëm që s'kanë dhënë asë një rezultat, për zero. 3 bashkit me mandat, 3 bashkit, 5 kryetar komunë shqipi qenë. Në raport më ato, se cili nga ne, i majtë e gjastë, e këta buka i guarë. Ndërsa bashkit, vjerë kesi njofë gjithë, edhe Lorencin e tjetër i ti njofë gjithë, e kanë nërë dhe kam shumë njësi me to. Por nuk e kanë hedhë një karros zhavor në Velipoj. Me miliona lek merën në Velipoj. Me miliona lek merën në Velipoj, 0 investimet. Ligji për qeverisin me dorë thot shtu. Ati ku merën ardhënët, du të me bëjë investime. Ku janë të investime? Vinë të punojësit e bashkisë, marrin parat, dikun gjep, dikun atje, edhe 0. O zotri, boqi, zotri, transmetoj që të fjallë, unë jam i majtë. Por, kjo qeverisje, njërës si e kanë organizu këto, 0. Ka një kërinjë, ka një bujësia, këna me të në pleshtë. Po bëj një humor. Duke ne me pleshtë, me dhunë plak, një plak, thojte, me të marë mali, me e pa, më fali motra, me e pajnu se 7 zanë mërë. Po ku janë do? Ikin, se vinë. Ja fatë kësi e marë. Falimderi që, Velipoja donë, qeverisje vendore vetë.
Donë bashki. Po, si ka gjitha resurset. Ka 11.000, 12.000 banor. Ka 14-15.000 hektar tokë. I di me statistika. Ka 2-13.000 kilometra plash, 2-13 kilometra nga Grydere e Bunëse deri te Rana Hellme. Mas ta më fjetë. Ju e din tënë populli e din. E din gjithë Shqipëria, për plasje që nollën banorët e fshatit Rjoll me policinë. Nuk ka faj policia, po ka faj shteti. Jam shumë dakord që ajo zonë don ndryshim, don investime. Mos me lanë më qalë, por do të më marrë dhe shteti. Mos me lanë fshatarët mu për plasje njëri. Ti shteti po. E përmbyllim sepse koha ka mbaruar. Mirë njohje për ju. Faleminderit. Merje parasysh çfarë thash. Mirë njohje. Faleminderit. Do kalojmë në sesionin e dytë tematik. Dhe edhe për arsye të humorit do t'ja japim, por edhe të balancës do t'ja japim fjalën dy zonjave, Mozës dhe zonjës që ka kërkuar fjalën, por më lejoni të bëj një parashtresë dhe nëse mund të fokusohemi tek tematika. Dimensioni i dytë për të cilin është i interesuar komisioni të dëgjoj argumentat tuaj lidhet me funksionet, kompetencat dhe shërbimet publike. Nëse mund të jemi specifik kur flasim për shërbime specifike, cilat janë ato shërbime që vlerësoni kanë performuar mirë dhe mund të përdoren si model suksesi, dhe cilat janë ato shërbime apo funksione të cilat kanë demonstruar problematika dhe do duhet të përmirësohen. Çfarë vlerësoni që duhet përmirësuar? Për të ilustruar, kemi tendenca në shërbime të tilla, siç është ujësjellës kanalizimet, ku është rritur roli i qeverisë qendrore, sikundër kemi shërbime të tjera, siç janë kanalizimet, vaditjet, kullimi, ku është edhuar procesi i decentralizimit. Nëse mund të jemi specifik në rekomandime, komisioni do ta vlerësonte. Moza dhe pastaj zonja. Flasin ca zonja se Velipoja sa po përfaqësu. Atëherë nga Malësia e Madhe nuk ka fol njëri dhe te ne varet harta, kështu që më takon me marr fjalën sot apo jo? Okej. Të nderuar zonja dhe zotëri, kënaqësi që na e keni ofruar mundësi për me i thënë dy fjalë të thjeshta, edhe dy fjalë nga populli. Unë jam Moza Rexhvelaj, me profesion mësuese, ish këshilltare pranë Bashkisë Malësia e Madhe dhe njohëse e mirë e territorit të Malësisë së Madhe. Dua ta nis me reformën e 2014-s, e cila u soll tek qytetarët si një reformë që njerëzit do hanin me luk floriri, që premtimet ishin aq të bukura sa shumë filluan të shihnin ëndra, por e vërteta është tjetër gjë dhe vazhdojnë të ushqehen me lugën bosh. E kjo lugë bosh, mas kaq viteve pushtet, vazhdon t'i mbajë gjallë frymën e tyre. Nuk e di si mbahet, po ja kështu që ndodh. Malësia e Madhe është një bashki e shtrime në territor, është një bashki me specifikat e veta historike, është një bashki që dikur funksiononte një bashki e madhe dhe 5 komuna. Afërsisht dikun të 210-220 punojës aso kohë, të cilën me reformën e re u bashkuan, u shumë fishuan një 5 fish, por çfarë ndodh? Shërbimi tek qytetarët nuk shkon. Tek zonat e thella nuk ka shërbim, nuk ka investime. Duke mos pasur investime, ka dhe këtë shpopullimin që të gjithë flasim, që nuk është emergjencë vetëm e rajonit, por është emergjencë kombëtare që na përket të gjithëve. Dhe të gjithë jemi me pushtet pak apo shumë mbajnë përgjegjësinë tonë. Çfarë ndodh? Në Malësinë e Madhe, pushteti dhe investimet janë lokalizuar në dorën e një kryetari i cili ta themi fatkeqësisht e ka mbledhur rreth vetes duke lënë jashtë përgjegjësisë dhe duke lënë jashtë syrit të vëmendjes zonat e thella.
Zona nga unë vi është Gruemira, e cila nuk ka përfaqësim dinjitos si që meriton, e cila nuk merr investimet si që meriton dhe e cila sot vuan largimin më të madh të qytetarëve të saj. Duke parë situatën në të cilën ne ndodhemi dhe duke parë se kjo reformë po kërkon zërin e njerëzve dhe kërkon të sjellë njërisi, do kisha dëshirë të propozoja diçka konkrete. Malësia madhe të ndahet në 2 bashki. Në bashkinë e Kastrat Këlmend Shkrel dhe në bashkinë e Rancave që merr Koplikun edhe Gruemiren. Si territor e përmbush kriterin sepse territori është shumë i shtrirë dhe qytetarët nuk e marrin shërbimin që duhet dhe besoj që duke kaluar pushtetin në 2 bashki, qytetarët do marrin shërbimet që paguajnë taksat dhe që pretendohet që duhet të kishin edhe tashi. Atëherë, për ta mbyllur fjalën time, dua që ky propozim mos të ngelet thjesht në diskutimin tim sot, po të merret parasysh, nuk është vetëm i imi, është edhe i bashkëmalësorëve të mi, të cilët e duan se s'bën dhe me çdo kush këtë ndarje. Ju falenderoj shumë. Faleminderit, po, zonja. Përshëndetje, Valbona Luka, Bashkia Vaudejs. U përmend reforma territoriale e 2014, që ndoshta jo për gjithkund ka qenë, jo për të gjitha vendet, ka qenë as e suksesshme, as e pasuksesshme, se përvaret te bashkitë. Unë vim nga Bashkia Vaudejs, se ndoshta do jetë në rastet më suksesshme të asaj reforme, sepse nëse diskutohet sot një diçka tjetër për atë bashki, do ishte krejt gabim. Ne nuk jemi vetëm një ndarje administrative, ndarje territoriale. Vaudejs nuk është vetëm njësi administrative. Vaudejs është një ndër bashkitë me potencialin më të madh të zhvillimit ekonomik, ndoshta edhe në rang vendi së Mançarkun e Shkodrës po. Nuk mundesh me të diskutu ndarjet bashkisë Vaudejs kur kemi 2 hidrocentrale, që është hidrocentrali Vaudejs e Komanit, kur janë 5 hidrocentrale, 2 liçej, është landfilli rajonal dhe janë shumë gjëra tjera që janë bërë vitet e fundit. Zotëria foli pare për zonën e Shllakut, do flas edhe për shumë zona tjera, për gjërat që janë bashkë në 2014 që nuk janë diskutuar më përpara. Tu fillu që të ujë pishëm që është karë në të gjitha zonat 24 orë, kemi shërbimin shëndetësor 24 orë, është rruga Komanit, rruga e Vigmit,